në qoftë se do ishit sot strategjist i zyrtar, themi, i opozitës, çfarë do i rekomandoni asaj për të ardhur sa më shpejt në pushtet, përveç kalendarit protestave atyre që kemi pasur deri tani? Gjëja më e thjeshtë, pa u futur vetë në ato, është dhe statusi që kam aktualisht që ma bën vështirë. Gjëja më e thjeshtë është që të marrit bëj një sondazh, cilat do partia opozitës, bëj një sondazh, të shikoj se si e perceptojnë njerëzit dhe të kuptoj se çfarë duhet bëj, se është relativisht e thjeshtë. A nuk bëjnë sondazhe partitë opozitës sepse ministri bën sondazhe të vazhdueshme periodike? Patjetër që bëjnë, por nuk marrin parasysh. Unë mendoj që opozita duhet krijojë, duhet prodhoj besueshmëri. Besueshmëria duhet prodhu duke dalë nga praktikat e mëparshme dhe duke përpjekur që të marrin masa që mund të jenë edhe të dhimbshme për ta. Por duhet bërë. A duhet t'i apeloj më tepër në debatin publik çështjeve të ndjeshme si demografia, emigrimi, kriza e pensioneve, pra çështje akute, kriza e strehimit? Jemi vendi që kemi çmimet më të larta të qeras apo në kontinent apo të shitblerjes. Pra kemi shumë mekanizma të cilat vështirësojnë jetën e shqiptarëve. Ndonjëherë duket sikur është autoreferenciale politika në Shqipëri përfshi pjesën e opozitës. E vërtet, vetëm se ka diçka që sot denoncime ka sa të duash. Mund të kesh edhe jo zgjidhje, flasim edhe zgjidhje. Po dhe zgjidhje. Alternativa. Me 11 maj kishim i tuf me zgjidhja. Do të gjitha partitë propozuan zgjidhje nga më të ndryshme. Edhe partitë djatha që bënin propozime subvencionesh të që as francezëve nuk e kanë shkuar në mend ndonjëherë, as suedezëve, as norvegjezëve, pavarësisht të financave që kanë. Çështja është që nuk mjafton vetëm ajo. Nuk ka rëndësi, nuk është vetëm çështje idesh, edhe kush i jep idetë. Është një teoricien i famshëm amerikan që thoshte në fund ditës gjithë çështja e politikës kufizohet me this is a good guy, thoshte ai për dikë. Njeriu që voton ky, as më pëlqen ky tipi, ky është tip njeri i mirë etj etj. Do ti programet i eklipson në një farë mënyre. Do ishte shumë mirë që njerëzit shohin programin, por nuk mjaftojnë programet. Sepse sot me këtë telefon këtu, ne futemi të dy këtu tani dhe brenda gjysmë ore prodhojmë një program të përkryer politik për Shqipërinë, të përsosur. Kaq e thjeshtë është. Ndoshta janë njerëzit që mungojnë ata transmetuesit të Pikërisht pra, është figurat besueshme publike. Pikërisht, është çështja e burimeve njerëzore, jo thjesht e programit. Burimeve njerëzore dhe besueshmërisë. Dhe besueshmëria aty të vjen përmes burimeve njerëzore, CV-ve që kanë njerëzit e tjerë, të vjen edhe nga aksionet që ti merr. Çfarë bën ti? Domethënë, nëse ti thuaj që ne jemi për këtë parim dhe nga ana tjetër bën të kundërtën e asaj, atë është problem. Besueshmëria ka kosto, por ka dhe përfitime natyrisht. Kënaqësi të kisha sot në studio një figurë poliedrike për të bërë dhe për vetë natyrën e profesioneve të tij ndërdisiplinare për të trajtuar një gamë çështjesh duke filluar nga ato politike, të aktivizimit civil, të Gjakova dhe Kosova dhe për ta mbyllur me disa ide të filozofisë politike të se çfarë mund të ndryshojë në Shqipëri. Faleminderit dhe mirë u takofshim puntatën e radhës.